në tjetrën anë qesin edhe dënime për qytetarët në mungesë të qeverisjes më të mirë. Si që ishte ky i fundit në QKUK? Po, në QKUK. Po, unë po janë shkaloje, nuk po flasë sot për skandalet e tona që janë duke ndodhë ende me tendera një burimor, për skandalin më të madh ndonjëherë në energji, ku Kosova varet tërësisht nga blerja e energjisë dhe po e blej me çmimin më të shtrejt ndonjëherë. Krejt këto janë vërtet dënime për vetë qytetarët. Është vërtet fatkeqësi kjo që apo i ndodhë Kosovës. Në anën tjetër shohim që ka nisë tashmë një fushat që nga java e kaluar që ata që sallën përsëri Kosovën në këtë pikë janë partitë opozitare, sepse sipas këtyre fushatave opozita dëshironte përsëri zgjedhje. Jo, ne nuk e dëshironim zgjedhje dhe absolutisht si ishim të interesuar, po të ishim të interesuar për zgjedhje do të ndiqnim një rrugë tjetër, edhe bojkoti, edhe të protestave, të tendencës sonë për të rëzuar me çdo kusht këtë qeveri. Nuk e bëm, ne për kundra. Pra, qëndronit dhe të votonit ndonjë prej kandidatëve të propozuar që kanë qenë me librez të lëvizjes vetë vendose, po nuk dëshironit që shtetin të ndronjë në shtet totalitar? Jo, absolutisht. Shiko, presidenti... Pra, se keni planuar këtë në mënyrë që mos të shkoni në një proces zgjedhor, sepse sigurisht është i mundemshëm patjetër për sistem parti. Asë zgjedhjet nuk kanë qenë opcion për ne, asë zgjedhja e një njeriu të vetëvendosjes president të Kosovës nuk ka qenë opcion për ne. Nuk është e pranueshme sepse nuk është në të mirën e Kosovës. Edhe besoj që kjo nuk e dëshirojnë asë qytetarët, sepse kjo e kap shteti, një parti, një shtet, nuk është shteti për cilin kemi luftuna, asë që kemi bo sakrifica dekadëshe. Tani ne jemi duke folë në mënyrë shumë serioze, në bazë të asaj që parashe kushtetuta jonë. Dhe kushtetuta jonë e parashe presidentin, një person i cili paraqet unifikim të qytetarëve, është dikush që është mbi partitë politike. Mund të jetë edhe nga një marrëveshje politike, por opcioni tjetër që ti ikim kësaj, kishte mujtë me qenë një person që është mbi partitë politike. Edhe këtë opcion ne kemi qenë shumë dakord. Me gjithë mend edhe me gjithë përpjekjen tonë, kemi munduar që të shkojmë aty tek kjo zgjidhje. Për asnjë moment s'kanë qenë zgjedhjet kërkesa jonë ose tendenca jonë. Rikthehemi pak në raportin mes të Kurtit dhe Osmanit. Ju keni deklaruar që do ta votoni dhe zonjën Osmani nëse do të propozohej nga lëvizja vetëvendosje, por kjo nuk ndodhi sepse nuk u propozua. Gjithë kjo që është duke ndodhur, po shihni si një përplasje në mes të Kurtit dhe Osmanit? Po me gjatë që ka një prishje të raporteve për aq kohë sa vetëvendosje nuk e propozoi. Kishte numrat, kishte mundësinë që ta propozoi, nuk e bëri këtë. Edhe kjo nuk ka qenë pjesë, si me thane, e propozimeve, përderisa s'ka qenë pjesë e propozimeve, ne nuk është që jemi mbledhur dhe kemi marrë një vendim se çka do të bëjmë me kandidaturën e zonjës Osmani, po gjithsesi, do me thonë, kjo është realiteti, mbetet për tu parë, cilat kanë qenë arsyet pse Kurti nuk e propozoi, besoj që është në interes të publikut, që të dihen këto dhe besoj që këto do t'jenë edhe pjesë e diskutimeve në të ardhmen, sepse s'është temë aq e thjeshtë dhe aq e vogël për t'u anashkaluar, edhe ka me pas mundësi besoj edhe Kurti që ta sqaroj këtë. Sigurisht, por a keni qenë të hapur realisht ju ta votoni zonjën Osmani për presidente? Po, ne kemi qenë të hapur që ti analizojmë dhe gjithsesi se si parti duhesh me diskutu për qëndrime ndaj se cilës kandidatur. Dhe kështu ka qenë plani që ne të vim, kthehemi në parti, i diskutojmë edhe vendosim për përkrahje. Edhe kështu që kemi qenë shumë të hapur, duhet me thënë. Pra, nëse do të propozoj Vjosa Osmani nga lëvizja vetëvendosje, ne sot nuk do të ishim në këtë pikë dhe nuk do të flisnim për zgjedhje, por do flisnim për postin e ri të presidentës, apo rimarrim përsëri të këtij posti? Është situatë hipotetike, po me gjaz ajo ka qenë një ndër zgjidhjet që kishte mujtë me u bë realitet. Gjithashtu në anën tjetër, Jehona ka shumë zëra që në zgjedhjet e ardhshme LDK do të jetë së bashku me Vjosa Osmani. Pra Vjosa Osmani do të bashkohet Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ka diçka të vërtet këto që ju dini më shumë se ne? Jo, nuk është që unë di më shumë edhe nuk e besoj që ka
zhvillime në këtë kohje, po pa tjetër që Lidhja Demokratike e Kosovës është një parti me histori të gjatë dhe me përcaktime vlerore, na i kemi disa vlera për të cilat kur njerëzit pajtohen edhe ndihen si të tillë, janë shumë të mirë se ardhur. Prandaj nuk është që ne ja ndalojmë dikujt, normalisht që ka histori që na lidhen e na ndajnë, po mendoj që ka hapësirë për të biseduar, po është temë krejt e së ardhmes, për të cilën gjithsesi si me thanë, mirëpresim diskutimet për këdo, unë mendoj që LDK-ja, nëse shkojmë në zgjedhje, do të mendoj pak më large, pak më hapur për shumë tema, sepse edhe qytetarët mendojmë që kanë reflektuar, do të reflektojnë ndryshe në këtë fushat. Nuk besoj që kthehen tek një parti që vërtet edhe me 51% nuk arriti që të formoj institucionet dhe po na çon në zgjedhje me vetëdijet plot dhe pa bë përpjekjet maksimale për